deri në atë kohë sikur ishte marrë të qitet në pa emblema e UÇK-s, apo ju ka orë marrë me rrëfy, apo me tregu diçka storje të UÇK-s, dhe kombëtarisht dhe historikisht, kjo ka qenë e papërballueshme dhe shumë e rëndë. Nga ty u nis që duhet bëjmë diçka në kuptimin që të gjitha këtu figurat konsensuale, kombëtare, të rëndësishme, kulmi i të gjithave është emblema e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për shkak se ne sot jetojna produktin e tyre, pra jemi të lirë, është shteti i lirë, gjithë këta aleat cilët i ka tash kombi shqiptar, prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe shtetet tjera perëndimore, i kemi dhurat nga kjo emblem, po kjo emblem zanafillën e ka të 80 nita, ku fillon një farë mënyrë edhe rrugtimi drejt lirisë, të cilin brezi 80 nitës nuk u ndalën kur, krijuan forma të ndryshme apo rrugë të ndryshme, por qëllimi vetëm ishte liria dhe emblema UÇK-s ishte ajo farë kulmi i gjithë atij rrugtimi të cilën ndodhi nga viti 89 dhe deri në 99-ën, dhe mbi bazën e kësaj, pas asaj ekspozitës ngjyrat e Adheut, kum pa në dorë për herë të parë monedhën Dardane, dhe një bashkëpunëtori joni ma jep monedhën Dardane, dhe aty lindet pastaj ekspozita dytë për nder të pavarësisë së Kosovës, bëhet quhet ngjyrat Dardane, dhe aty del në pëlhur monedha Dardane, prapë është me të gjithë artistët e trojeve shqiptare, nga aty pëlhura Dardane shkon në Londër, pastaj është ekspozita tretë, është rezidenca ndërkombëtare Ulpiana Art, dhe pas kësaj kemi ekspozitën në Shkodër, dhe në fund vjen e kuqja shqiptare në Amerikë, ku mbahet në ambasadën e Republikës së Kosovës, dhe pastaj është që vazhdojt në OKB, ku katalogu e kuqja shqiptare me stemen e Republikës Kosovës hyn në OKB, pastaj me shqiptarët atje është shpërndarë në kongresmena, pra mjaftueshëm kanë historinë e vendit tonë në pikturë. Pra ndërtimi i pikturës është për neve si një mjet i diplomacisë, që ato që s'dojna me thonë direkt të thojmi në pikturë. Përmes artit. Po. Pa tjetër që po. Kjo është paka shumë, dhe tash është ekspozita e 6. Me thonë të drejtën, për mu, cikli u mbyll në OKB me dorëzimin do me thonë aplikimit, bile kur u ktheva në Kosovë bashkëpunëtorëve thash mo nuk kam qëllime,